Jemi rikthyer dhe tashmë kam Hakanin këtu në studio. Përshëndetje Hakan, mirë se erdhe, faleminderit shumë që ndave kohë për të qenë pjesë e emisionit Prizma. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Më vjen mirë dhe është kënaqësi për mua të jem këtu. Gjithashtu kënaqësi edhe për mua. Unë dua sot të flasim, nuk do flasim vetëm të caktohemi në projekte, as në projektin e fundit, sigurisht që do ta përmendim edhe projektin e fundit, shfaqjen të cilët e patët vetëm para 2 ditësh, premierën. Por dua të flasim për të gjithë rrugtimin tënd. Dua të flasim pak, të njohim pak njerëzit edhe përtej skenës, edhe përtej Hakanit që është në skenë, pak nga fëmijëria jote, pak nga jeta jote, diçka kështu. Kështu që dua ta filloj me atë, më trego pak si ke qenë ti si fëmijë. Si fëmijë, unë mendoj që jam konën shumë i respektuar dhe si djalosh i mirë, po më tregojnë se nuk jam konë aq. Me një farë mënyrë jam konën tepër zavrak, tepër i lëvizshëm, me energji të plot, por edhe jam konën i ndëgjueshëm, një që kam dëgjuar si fëmijë. Pra, sigurisht, ke qenë si ato fëmijët që janë të lëvizshëm, që duan të eksperimentojnë apo të eksplorojnë, ama nga ana tjetër ke dëgjuar kur të kam përtitur, apo? Shpresoj që po. Unë ashtë të jam mbaj mend, po shpresoj që ashtë është. Okej. Unë dua të të pyes edhe kush është edhe sot, si fëmijë okej, po edhe sot kush është Hakani përtej roleve, përtej skenës, nëse të pyet dikush kush je ti, jo vetëm personi Hakani aktori, po Hakani si person. Si do e përshkruaje mbase? E di që është e vështirë për ta përshkruar veten, po Jo, tash më tek diçka, është një psikolog, quhet Daniel Kahneman, është ai e ka parashtruar një pyetje për shoqërinë, dhe është pyetja nëse dikush ju kishte pyet se çka jeni ju, nëse i hiqni statuset, edukimin, religionin apo kretat asenet, kush është ai, kush je ti? Dhe unë gjithë e kam pas vështirë t'ja jap një përgjigje, po Hakani është në njëri që ka ambicie të vogla, jo aq të mëdhaja, jo aq të smurra të tham. Njëri që provon për ditë tjetë njëri më i mirë, tjetë profesional, tjetë në kohë. Do e shohim. Në fakt këtë e tregove që je në kohë, po që disa njerëz tjerë. Po, disa njerëz komentojnë tjera sena, po. Edhe të jem sinqerisht njëri mirë dhe njëri për të mundëm të integrohem me shoqërim, pa mos me shtu shumë, si të them. Pa mos bërdëm ose... Po mos bërdëm, po. Edhe modest do e shtoja këtë. Me atë që e thej nuk kam ambicje të mëdha, e tregove që je edhe modest. Provoj. Do e shtoja edhe këtë sigurisht. Më trego pak si ka filluar rrugtimi yt me aktrimin. Kur ka qenë momenti që ke qenë fëmijë, e ke pas qef aktrimin, apo ka qenë pas një kohe ke zbuluar që preferon të bëhesh aktor? E maj mend që si fëmijë, besoj që disa herë e di që kom biseduar me familjen time apo me shokët e mi, po është me të vërtet një ngjarje interesante se si ja nis rruga jeme drejt aktrimit. Një herë studiosha në fakultetin e filologjisë, franglisht dhe anglisht, por unë vetëm se e disha shumë mirë franglishtën, sepse pata kry vitin e parë dhe dytë shkollës mesme në Belgi, në gjuhën franqeze. Prandaj ishte vetëm me shumë lehtë, edhe ishte për mu pak nuk isha tepër i interesuar për fakultet, po e kisha një profesorish që tepër kishte ambicie për mua, më tepër se sa unë sa kisha si filolog, dhe prandaj më tha nuk e qenë në orë, nuk ke drejt të marrësh në nënshkrim, edhe me hy në provim, por nëse vjen e kemi një grup teatrit, jo profesional, amater, nëse bosh pjesa asajnë, do të japune një nënshkrim. Për më ishte një deal i mirë, kështu që në atëherë e pranova, po akoma nuk kisha ambicje të jem aktor, thjesht kisha qëllimin ta marrësh nënshkrimin. Po, nënshkrimin, ta marrë një notë dhe ta kaloj semestrin që ajo. Po, mas asaj, në fakt që të parën shfaqe, kum lujtën të fakultetit që tani u shkryta, në fakultetin e artave në Shkup. Edhe shokët e mi më të afërt, Buraku dhe Metini, që njihemi prej nga 5 vite. Ata ma vetëm kishen plan të hynë në fakultetin e artave. Tani unë iftova ata të këshirin performancën time.
Edhe prej atje, ata janë faktikisht fajtori krejt kësaj rrugës time, edhe tani vazhdova, e ndërpreva atë fakultetin e filologjisë, po. Në momentin që e provove pjesën e teatrit, pjesën e skenës, të pëlqeu dhe vendose që kjo do jetë? Po, se mendoj që ishte jeta ime shumë monoton, ishte me një farë mënyrë derisa studiosha, sepse nuk isha interes, ishte diçka që vetëm se e disha shumë mirë, edhe isha i sigurt që do të jem i mirë në atë send. Para të thjesht ishte zgjedhja më e lehtë për mua, jo so që ishte diçka që e kum menduar dhe e kum planifikuar për të ardhmërinë time. Pra i ke nisur studimet dhe në mes të studimeve ke vazhduar një rrugë tjetër që sot të ka sjellë këtu ku je. Besoj ke bërë zgjedhjen e duhur tash, me ke kuptuar. Mendoj po, jam plotësisht i lumtur me zgjedhjen time. Interesante në fakt e pas ke historinë, se zakonisht janë ato që dëshirat lindin prej më të vegjël, këndë janë ndej, por që ti nuk e ke pas idenë që sot do ishe aktor, dhe kjo është gjë shumë e bukur. Ke provuar diçka që vetëm sa për të kaluar, për ta marrë qatë notën, dhe më pas ka dalë që sot të jesh këtu. Si ka qenë edhe periudha pastaj kur fillove më të merresh me aktrime dhe më profesional? Personalisht mendoj, si kur eksperiencë personale, ishte sendi më i mirë që më ka ndodhur mu në jetë, në mënyrë jo profesionale, po individuale, në rrugën ku e kum gjetë vetën, ku karakterin tim e kum prua deri me një nivel. Besoj që ka pas shumë ndikim aktrimi, sepse jam qenë shumë më i integrum dhe më në kontroll me emocionet e mia dhe me sjelljet e mia, sepse ajo është krejt faktikisht edhe puna ime profesionale. Që mendoj që edhe pyetja e parë që na kanë pyetur në Fakultetin e Artave, pse ke nevojë të jesh aktor? Pse përgjigjja ime ishte, besoj që akonon instinkt thjesht e kum thonë, po prandaj e kuptova se me të vërtetë ajo ka edhe qëllimit ta gjej vetën. Edhe besoj që kjo ishte ajo rruga që për ta gjetur vetëm. Pra të ka ndihmuar edhe aktrimi, të ka ndihmuar për ta gjetur vetëm, të ka ndihmuar edhe në gjëra siç thej, domethënë për të kontrolluar edhe emocionet, edhe me shumë gjëra të tjera, apo është një profesion që ndihmon edhe në këtë. Ke pas raste kur ke dyshuar në vete që ke thënë pse e hyra kësaj pune? Për ditë. Edhe sot? Edhe sot. Jo, mendoj që edhe e drejta është dyshojmë gjithë në ata që e bajmë. Mendoj unë që ashtu e kam ideologjinë e jetës, ta dyshoj ata që e baj, për me mujtë mu bo më mirë. Për më mirë. Po, ajo, për ndryshe jo, nuk dyshoj që kom bo gabim në atë rritim me këtë profesion, po a dyshoj në vete, a mujtë gjithë mu konë më mirë, po fiks. Ajo është, në fakt po, kjo është pozitive, mund të marrim si pozitive, sepse gjithmonë e kritikon vetën, një vetë kritikues, apo? E kritikon vetën për të bërë sigurisht më mirë. Jo aq ashpër, po. Ma shumë progresiv. Tash edhe shumë ashpër duhet t'jesh me vetën, se nuk është në rregull. Nëse të pyes sot teatri apo ekrani, sepse ti ke qenë edhe pjesë e ekraneve televizive, filma, seriale, në fakt mund t'i përmendim disa prej tyre cilat janë, nëse... Po, janë disa, më tepër janë seriale turke, sepse më tepër kom punuar në Turqi. Kam atje edhe menaxherin tim që bashkëpunojmë, por njëna që u po të inqizuar është këtu në Shkup, që është Balkan Ninesi, nuk jam i sigurt se si është përkthimi në Shqip, prandaj SFRNG Gyn, jeta e Ataturkit që ishte pjesë e Disney Plus, prandaj u bë film e tjetër. Tani filma, edhe në Maqedoni edhe në Turqi, Çakallarla Dans, pra DJ Ahmeti këtu në Maqedoni. Tash është në post-produksion një film që jam roli kryesor. Është film i Maqedonisë, produksioni i Maqedonisë. Po. Ama preferenca jeme, për të përgjigjem pyetjes, është teatri. Teatri? Po. Pse? Çfarë të jep teatri më shumë që s'ta jep ekrani, le të themi? Po, teatri është një farë rrugtim prej A-s deri në Z, edhe ti duhesh ta zhvillosh edhe emocionin edhe karakterin. Ndërsa para kamerës i ke edhe një 70 apo 30 shansa të bësh mirë, po në teatr ajo margina të thëmë, për gabim është shumë e vogël. Po, hapësira. Edhe hapësira, po, është shumë e vogël. Edhe, çapo ti është ma njerëzor është, sepse i kemi publikun, e kam përballë edhe energjia, ati është, ndërsa me kamerë është, zakonisht nuk kemi as partner.
është një kamerë këtu, edhe një kamerë këtu, dy mikrofona këtu, një mikrofon këtu, drita këtu, edhe një 30 njerëz që presin ti ta krysh, edhe zakonisht nuk e sheh as partnerin tënd. Është, po, si eksperiencë është teatri, nuk krasat. Mbas edhe ajo që e merr edhe feedbackun e merr shumë njerë në teatr. Domethënë aty për aty, ti feedbackun e merr aty për aty, kurse për filmin derisa përpunohet filmi, pastaj derisa del, po komentet, po kjo ajo, besoj që është për gjithë artistët është edhe kjo ndjesia që ti drejt për drejt e merr efektin e publikut apo? Po, sidomos në film është pak keq sepse ti ban një farë punim, prandaj ajo del mas 2 viteve, ti e sheh veten dhe thua, "Wow, çfarë pas na bën faktikisht." Ndoshta ndonjëherë është vetëm befasosh me veten se sa keq e ka në fakt. Apo jo, se thjesht ti zhvillosh çdo vit si aktor, sa më shumë që je në skenë, sa më shumë që je para kamerës, aq më shumë fiton normale eksperiencë dhe eksperjenca e ban të vetë. Sigurisht, sigurisht. Por që janë të dyja të ndara, domethënë edhe nëse e themi vështirësitë, janë shumë të ndryshme në pjesën e ekranit edhe në pjesën e teatrit, apo? Po, tepër. Sidomos në pjesën e ekranit, koha është tepër më e gjatë që punon. Është ndoshta punon vetëm 1 muaj, por është ndonjëherë din edhe tjetër 12-13 orë në ditë, edhe ka skenat që ti je prezent, që duhesh të jesh prezent te secila skenë, edhe duhesh të jesh tërë kohën me të njëjtën energji dhe është edhe një fenomen, është një sen shumë interesant në film, sepse kur nuk e ke rrugën, për shembull, si që është në teatr, ja nis prej një emocioni, tani e zhvillon, por ja nis me skenën në 88, tani nesër ktheheshte e dyta, apo nuk është një rrugtim natyral, është jo natyral edhe ti veç duhesh mu adaptue sipas produksionit, se si e ka parashiku për me incizu në kohë filmi. Edhe është pak besoj për mu personalisht është më e vështirë. Sa është e vështirë ti kthehesh atyre emocioneve, sepse nëse duhet në një moment duhet të incizosh një skenë emocionale dhe më pas një skenë që nuk është edhe aq emocionale dhe ti brenda minutash në fakt duhet ta ndrosh atë emocionin, atë fytyrën tënde, le të themi. Sa është e vështirë edhe kjo pjesa? Po me të vërtetë është tepër e vështirë, sidomos nëse nuk je aq shumë gati për me bëhat filmin apo serialin, sepse ndonjëherë ndodhin që mbrenda një diti të incizojmë 5 skena që nuk kanë asnjë farë koneksion me njëri tjetrin. Domethënë skena 36, po themi, jam kon më agresiv, tani te 4-ta kam qenë tu qesh. Tani te tjetra tu qajt, edhe tjetër, edhe me të vërtetë ndonjëherë ndodh që ti ndroj disa emocione, po nuk mund të them se është aq vështirë, sepse na kemi ajo faza që quhet pre-production, ku edhe bëhemi gati edhe me regjisorin, edhe me partnerat që i kemi për film apo për serialin, edhe vetë individualisht, normal që preparimi për film është tepër më intenzive, edhe duhet të jetë më serioze se sa teatri. Nuk them që nuk duhet teatri të jetë serioze, mëse në mësëm kolekt, mësëm thirrën telefon. Po me të vërtet shumë pak ka pjesë për me bo gabim, realisht. Mendoj se në teatr, domethënë ti veç më kur hyn në rol, je në rol dhe s'ke hapësirë për të dalë prej roli. Duhet deri në fund ta çosh atë rol që e ke, ti veç më ke hyrë atë botën tënde të pjesës që e ke të shfaqes dhe nuk del, kurse te filmi atë që e the që duhet edhe të ndryshojnë. Po, më trego pak sepse unë gjithmonë për shembull i pyes aktorët, sidomos në teatr kur luajnë, si mbani mend ato tekstet. Po, kjo është definitivisht pyetja mas shumë që më pyetin më si aktor, ti aktor, si e mbani mend. Besoj që kemi kohë tepër. Kemi, në fakt mjaft kemi për me majtë mend krejt ato, por edhe është një farë sistemi që besoj që krejt aktorët e bajnë, është na e mbajmë mend fjalin me nën tekstin edhe emocionin. Edhe tani është më e lehtë për me majtë mend ata që kime e thonë, sepse ti faktikisht me një farë mënyrë është memorie emocionale që e përdor ta mbajsh mend ata që do të e ke për me e thonë si detyrë, po edhe s'po di, para me në 30 ditë njëtin sen për ditë të bësh, sigurisht që do të mësojsh. Sigurisht muzika në kja që e ngon për një që nërë është, edhe të mbetet masanene. Po. Po ne jemi më aktivisht, edhe e lexojmë edhe
kemi punë me partner, kemi edhe sufler që na ndihmon të ankohen. Që është beso pjesa është ma e lehtë. Pjesa ma e lehtë? Po, për krejt aktor, mendoj që ajo është. A të ka ndodhur ndonjëherë kështu që e harron, kujtun diçka në një moment, për shembull e harron, po rikthehesh dhe publiku mbasi as nuk e ka vëret, ose improvizoni ndonjëherë, ndodh që harron diçka dhe improvizon. Po, shumë herë ka ndodhur. Po improvizojmë, ama edhe kemi ekip mbas neve, sidomos nuk kam i sigurt a është fjala sufler në gjuhën shqipe që tregon faktikisht tankohen derisa shkon shfaqja, është dikush një person që e tregon tekstin. Tekstin, okay. Nëse e shet që ti e ke harrua, po e huqe skenën e tjetër, se ka ndodhur edhe ty në skenë që edhe gjatë shfaqjes se tregon? Po, nëse ka nevojë. Sepse ne si publik si shohim këto gjëra. Prandaj mirë që e tregon, ne si shohim, ne shohim atë shfaqjen, por ne nuk e dim çfarë ndodh edhe në prapaskena. Ti shohim atë shfaqjen e bukur. Kaos. Ava kaos i mirë, kaos i bukur. Si janë ato emocionet para se të dilni kur keni sidomos premier, për shembull si atë natë që e kishit para 2 netësh që e kishit edhe Bire vlen me, një shfaqje tepër e bukur, më duhet të them. Si ishte për shembull, si janë ato emocionet e para kur dilni një premier për herë të parë shfaqet në publik dhe sigurisht që ju doni që publiku ta pëlqejë dhe i jepni maksimumin, besoj, sidomos në premier. Si janë ato emocionet e para? Sa vite unë e gati se 9 vite, tu i për 10 vite jam mu aktor të them. Në thoj za aktor. Jo, je. Emocioni është sa herë i njëjti, shumë emocione, shumë tuta, shumë si është fjalja, shumë emocione, por çka është dallimi mes meje apo dikush tjetër kur shkon në skenë, kur dal në skenë, për çfarë do qoftë arsye është që unë mujt i kontrolloj. Edhe ta baj ato që e kam detyrë ta baj, po emocionet gjithë janë shumë kaotike. Gjithashtu ajo pyetje, a do të harroj diçka, a do ta mendoj çka duhet të baj, është bëhemi gati edhe fizikisht edhe psiqikisht, sigurisht. Po mësohem. Po, me kalimin e kohës bëhen më si të përditshme, besoj, apo bëhen shumë normale, pjesë normales. Mua e di çfarë më intereson më shumë kur ju shoh për shembull në skenë, edhe gjithmonë ka shfaqje për shembull kur komunikoni me sy, le të themi, edhe me publikun. Çfarë shihni ju nga skena? A ju ndodh për shembull që shihni dikë në publik që në moment mund të nuk e di, t'ju vit të qesh ose diçka kujtun. Si është ajo pamja e aktorëve nga skena kur e shihni publikun, teksa jeni duke luajtur një shfaqje? Po dhe kjo është një temë shumë interesant, se realisht edhe nuk e shohim na publikën, sepse dritat janë te ne dhe shumë është vështirë ta shohim. Domethënë është keq zi para ne, po kur nëse afrohemi shumë nga publikës proscenium, e shohim publikën. Po më tepërmi kum pas eksperiencë më të forta me kur kena pas shfaqje për fëmijë, sepse ato kanë reagime instinkte, apo dhe nuk i mendojnë, thjesht e bajnë ata që mendojnë që duhen me e bo. Edhe ishte një vajzë, punonshmi një shfaqje në vitin 2021 besoj, edhe u afru tek skena, edhe prekte kështu ajrin sikur. Besoj që nuk ishte vedishme, a është televizion, a është këshirën, a jemi live, edhe sikur e kontrollon të skenën, a ka dishka, a jemi live. Po, tepër interesant, tepër bukur. Po, zakonisht është eksperienca më e mirë me fëmijët, kur kemi shfaqje për fëmijë. Po, sepse e ndjenim, besoj më shumë, se mire the, ato efektet e fëmijëve, ato reagimet e fëmijëve janë bashkë pa filtra, është kështu që ju e merrni edhe ju feedbackun direkt, apo? Po, edhe është shumë interesant edhe më pëlqen mas shumë ti. Sigurisht. Ti je pjesë e grupës teatrale të teatrit turk, kombëtar turk në Shkup. Si është të jesh pjesë edhe e kësaj grupe, sigurisht me kolegët, si është atmosfera edhe kolegiale, sepse besoj që për të bërë një shfaqje të mirë, duhet të ketë edhe atmosferë harmoni, le të themi, duhet të ketë atmosferë të bukur edhe brenda kolegëve. Ashtu. Mund të them se është privilegje shumë e madhe, shumë e veçantë për mua të jem pjesë e teatrit turk, sepse është një institucion që është aktiv më tepër se 75 vite, anëse oficialisht na e dim që është 75 vite vetëm, por është edhe më e vjetër se
teatri Maqedonas, besoj, prej kohës otomanëve. Sidomos të jem pjesa e një historisë të aq të gat, është shumë veçantë. Privilegj. Po, privilegj e madhe për mu. Ansambli dhe ambienti mrena është tepër e bukur, tepër është interesant, se kemi aktor, ekipën teknike, kemi kretë, këtë janë shumë prej nacionalitetet të ndryshme. Kemi mrena turk, shqiptar, maqedon, boshnak e tjetër. Multikultura aty. Multikultura. Besoj që unë gjithë të them se teatri turk në Shkup është sikur një mini Maqedoni në vete. Edhe mendoj që funksionojmë bile më mirë se Maqedonia në krejt këto krizat politike që i ka. Sepse aty s'keni politik brenda. Nuk kemi politik, nuk kemi nevojë për politik. Edhe kemi shumë fat që me të vërtet kemi njerëz, punojmë me njerëz, aktor, ekipi teknik, edhe drejtorit tashmë që është edhe më herët që janë konë. Thjesht janë njerëz që është shumë e rëndësishme, të jemi njerëz pa asnjë far limiti, pa asnjë far mbrapa vija. Kështu që po, edhe gjithë është shumë pozitiv. Kjo është shumë gjë e bukur. Hakane, do vazhdojmë bisedën sigurisht, por do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, me njëherë rikthehemi. Jemi rikthyer dhe vazhdoj të qëndroj sigurisht këtu me aktorin Hakan Daci, me të cilin bisedojmë, dhe pak më herët në fakt para se të shkojmë në reklama, biseduam për atmosferën që është edhe brenda kolektivit, sepse është një pjesë e rëndësishme për të bërë shfaqje të bukura sigurisht si ato që sjellin. Megjithatë, këto fjalët që i tha Hakani dëgjuat, megjithatë unë dua të dëgjojmë edhe fjalët të cilat i thon për Hakanin edhe pjesa tjetër e stafit të teatrit, kështu që do lut regji nëse ka mundësi videon e parë ta shfaqim. Si jeni, ajni mirë, duhet të them një di fjalë për vllaun tim Hakanin. Hakan, jam krenar që të njoh edhe ti je një njeri i mrekullueshëm dhe dëshiroj që të jesh në vendet më të mira në karrierën tënde, të kesh shëndet dhe të jesh i lumtur me familjen tënde. Por edhe mos të harosh se kur don të luash kanter, edhe duhesh të më thirrish edhe të më thosh se hajde të luajmë. Ajo idi të jetë online, ama mos të më thirrë mu edhe të luajmë. Të përshëndes zemër. Bye. E falenderoj shumë Osmanin për këtë video dhe për video tjera në fakt që më ndihmoi që do t'i shfaqim pas pak. Ne zakonisht u bëjmë kështu surpriza mysafirëve me qëllim sepse janë interesante kur njerëzit e afërt thonë diçka që mbase nuk i kemi, ne nuk i dim për ty, kështu që është më mirë kur ato vetë i thonë dhe publiku në këtë rast edhe publiku dëgjon më shumë. Dhe atë që e the ti pak më herët, sapo u konfirmua sepse keni një atmosferë shumë të mirë, duket që po bëni edhe shaka ndërmjet veti dhe unë kur e kam parë videon kam qenë shumë në fillim që tha edhe për pjesën e kanterit. Pa ja, kjo është dëshmi që realisht e kemi ambientin tepër të bukur, për publikën thjesht si informative, ajo është drejtori i teatrit tonë, kështu që nuk kemi birokrasi aq të madhe, por thjesht është një farë ambient shumë i bukur realisht. Kjo e vërtet në fakt, ajo sheh si koleg, si shok, si miq, edhe jo se ajo është drejtori dhe ju jeni sigurisht aktorët, kështu që kjo është gjë shumë e bukur. Megjithatë, kemi përfunduar këtu, do të shfaqim tash edhe video të tjera, nëse ka mundësi regjia ti shfaqim të videot mbase të gjitha njëkohësisht dhe më pas I komentojmë. Ben bir şeyler söyleyeyim senin için, benim haberim yok. Dedim Google'a sorayım. De ki Hakan ismi hükümdar, lider, imparator, yönetici gibi anlamları vardır ve genellikle güç, otorite ve liderlik ile ilişkilendirilir. Genellikle sakin, mantıklı, başarılı, atılgan, sağduyulu bir kişiliği ifade eder. Unutmuşlar koysunlar. Vicdanlı, temiz kalpli, dost, hem yumuşak huylu. Te dua zemër. Selam, ben Nesrin Tahir.
Hakan Daci'nin meslektaşı. Hakan Daci tiyatromuza geldiğinden beri tiyatroya neşe katan bir oyuncumuzdur. Sahneye çıktığında bedeniyle, sesiyle, bakışlarıyla sadece bir karakteri değil, duygunun ta kendisini canlandıran bir oyuncudur. Kısacası Hakan Daci bir tiyatrocu olarak sadece tiyatroyu oynayan değil, tiyatroyu yaşatan bir oyuncumuzdur. Selam Hakan, kıymetli misin? Hakanu, du me përshëndet dostin tem prej Erzurumit. I vend që ishtë bot, Zakoni është shumë i bardh, edhe I kam 3 idola aktor jetën teme. Ato janë njoni Mr. Bean, I dyti Charlie Chaplini dhe treti Hakani. Besoj se Hakani sën ka me mi ta qire këtë video pse ka me uvanu. Hakani së ne cakton vaktin kur. Po një thull 3 du të malla, Hakani vjen 5 ose në 6. Ashtu se veç suksese. Buraku ishte ky që më tha që Hakani vënohet dhe prandaj unë kisha gajle a do vish në emision në kohë, në momentin që e pash videon, thash prit ta pyesni Hakanin a do vi në kohë, sepse me që më tha kështu, garant do vënohet, po që e dëshmoj, Burak e dëshmoj të kundërtën, erdhi në kohë, erdhi bile më herët, kështu që unë I falenderoj Nesrinin, Jetkinin, nëse s'gaboj, dhe Buraku, sigurisht edhe Osmanin. Osmanin në fakt, sepse nëpërmjet Osmanit sigurisht I mora edhe këto video të tjera, kështu që faleminderit shumë për këto video mesazhe, më thuaj pak si ndjesh për këto fjalë. Akoma jam I befasuar, me të vërtet, më vjen tepër mirë që I ndëgjova këto, sepse realisht asnjëri prej atime nuk më ka treguar këtë send. Është I pari herë, edhe pse shumicën e njoh shumë vite, sidomos Burakën që e njoh nga 5 viteve. Edhe ajo është faktikisht ai që më ka sjellën këtë rrugë në jetë, ai më bindi që duhet ta bëj këta. Besoj që jam tepër I privilegjuar. Nuk mund të rrej, se kam edhe profesion tepër të bukur. Edhe kam shoqërinë, me të vërtetë edhe nuk mund t'ju them që I kam shok më tepër, janë edhe familje për mua, gjithçka që shpërndaj me ata. Janë njerëz që më kanë parë në kreta aspekte, e kam parë se si jam zhvillu, e kam parë mënyrën më të mirë dhe më të keqe të jetës time. Janë konë atje prezent për gjithçka. Çfarë të them, veç ndjej shumë tepër krenari, me të vërtetë. Faleminderit për këtë, me të vërtetë nuk e prita. Po, ne prandaj në fakt edhe gjithmonë ne zgjedhim ta bëjmë këtë, sepse sado që të pyes unë të flasësh ti për veten ose të tregojmë diçka, ndryshe është kur personat e afërt në fakt thonë diçka, sepse mund të jenë fjalë që nuk ti thonë çdo ditë në sy, po që ja kur u kërkohet diçka e tillë, ato I thonë dhe edhe publiku në fakt merr prej asaj që e thonë ato, edhe publiku mëson shumë edhe për ty. Prej fjalëve të atyre, sigurisht edhe publiku ka mësuar shumë për ty dhe duket që ato sigurisht të vlerësojnë edhe të shohin si shok dhe kjo është gjë e bukur që nuk jeni koleg, e the që nuk jemi vetëm shok, por edhe familje dhe në fakt vërtet është shumë gjë e bukur kur në një ambient ku punon ke atë shumë afrimitet me ata persona, sepse do s'do një pjesë të madhe të jetës e kalon aty apo. Pajtom, nuk mund ta trajtojmë teatrin si një punë e thjeshtë. Me të vërtetë është më tepër, është ideologji, është mënyra e jetesës, është mënyra si e gjejnë veten. Me të vërtetë nuk janë ata kolegë, janë më tepër se kolegë, janë më tepër se edhe familje ndonjëherë. Ata edhe dinë më tepër se ne që ndoshta disa pjesë e familjes që nuk I dinë për neve, shkaku momentit profesional që e kemi, po është tepër edhe intim. Kështu që po patjetër e kemi të jemi pa cenzur, pa limit ndaj kolegëve që I kemi, për me mujt me arritën, faktikisht me mujt me bë shfaqje, me mujt me arritën atë nivelin e teatrit, sigurisht. Të them, profesional në thojza. Po. Kjo është gjë e bukur shumë. Tepër e bukur. Ti rikthehemi pak Biri vlen me, shfaqjen që e kishit. Më trego pak si kanë qenë përgatitjet për këtë shfaqje, po e them sërish një shfaqje shumë e bukur. Komentet që keni marrë deri më tani prej publikut, sa kohë u përgatitet edhe për këtë shfaqje, sepse pak më herët teksa bisedonim the që sigurisht ka dashur kohë për të përgatitur ajo. Po, është një shfaqje që lip
pregaditje fizike më tepër, se është një me farë lloj edhe korodram, po mund t'i themi edhe është teatr eksperimental, sepse ka edhe si quhet vallëzim brenda. Kemi edhe video, kemi edhe pjese teatrale klasike, skena klasike, por momenti që të jemi gati fizikisht, ishte ai procesi pak më i gjatë që u desh të punojmë krejt, po ishte një kohë, besoj që 3 muaj gati, në mes e kishim një pauzë, po ishte një projekt edhe një proces tepër i bukur. Personalisht unë mendoj që më shtoi mua shumë sene, edhe patëm me të vërtetë reagime tepër të bukura pozitive, edhe ti, edhe prej teje patëm. Kështu që jam tepër i kënaqur, është një shfaqje tepër e bukur. Shpresoj që krejt vinë ta këshirin shfaqjen. Sigurisht, do të keni repriza besoj apo? Patjetër. Kur është repriza e radhës për t'ia bërë me dije dhe publikut? 22 dhjetor, për disa ditë, sa i vjen 4-5 ditë besoj. Apo 3 më pak. Le ta dinë edhe publiku, pra në 22 dhjetor në Teatrin Turk, ato të cilët duan ta shohin, me të vërtet një shfaqje shumë e bukur, ka edhe komedi, do të qeshni, po gjithashtu që lidhet shumë edhe me realitetin e sotëm, me dating life, me ato gjërat. Ishte me të vërtet shumë e bukur. Hakan, unë dua të të pyes pak më trego cili ka qenë roli deri më tani, nëse ka pas një rol që e ke përjetuar më shumë emocionalisht, që të ka ndikuar, domethënë edhe kur ke shkuar në shtëpi, të ka ndek mendja aty, ka qenë një rol që të ka emocionuar shumë. Qoftë në teatr, qoftë në televizion. Nëse të kujtohet në një. Po, jo, e përmendoj cëlla më tepër më kalon, se janë disa, po besoj që roli Katurian i Pillow Man nga Martin McDonagh. Është një ngjarje ku dy vëllezër janë të abuzum nga prindet e veta, më thonë biologjike, që i kanë prindrit, edhe vllau i karakterit tim ban disa vrasje të fëmijëve, shkaku se ai e hupat dionin elementare të s'mund të mendoj shëndetshëm. Po. Prandaj kalojnë një farë jetë të keqe, edhe tani këto faktikisht i zojnë, edhe karakteri im, për me pështu vllavin e vet, e vran ata, e mbyt. Është një shfaqje që shpresoj që mos ta luaj edhe një herë në jetën time, sepse lyp është me një farë mënyrë edhe quhet psikodram, sepse liptet edhe përndryshe atë e kemi bërë gati, unë sa jam punësu në teatr, edhe nuk kam qenë aq i rritur për me mujtën qasje një role të maj, po më vjen mirë, tepër mirë, se më kam mësuar tepër se në ai rol. Regjisorja Sibel Abdiu, që e patët guxim të ma lërë që një sen të madhë mu. Po edhe suksesin e madhe kishte realisht shfaqja, që e lujtëm tani edhe 5 vite të radhë. Edhe patëm çmime të mëdha. Po ajo ishte njëra prej shfaqjeve që më ndroi edhe në jetën time private, personale, ku deri në atë nivel që edhe mo ja nisa ta androj, ti androj disa sekvencat e çfarë i ka ndodhen aty, Katurianit. Pra të dilte edhe në ëndër. Po, me të vërtetë, se ishte një proces. E ke përjetuar shumë. Ose të shkojmë deri në fund, ose thjesht kena me bërë një farë siluetë dhe kena me pretendu se është ashtu. Edhe ne nuk kishim aq eksperiencë, po shkum shumë fell. Edhe kolegu gjithashtu që e lun vllajën tim, Din Ibrahim, Mikaelin, që e lun, me të vërtetë shumë fell i hynëm. Kishte efekte edhe të mira edhe pozitive edhe negative në jetën private, por mendoj që ajo është ai roli që më tepër më ka mbetur në zemër. Në zemër, që s'do ta luash më. Nuk preferoj, po. Besoj që ka qenë një zgjidhje shumë e mirë edhe regjisores, edhe për t'ju shtyr edhe më tej, sepse nëse e fillon, ti nuk e ke filluar me atë, po megjithatë kanë qenë fillimet e tua, kështu që ke filluar me një rol shumë të fuqishëm, besoj të ka ndihmuar shumë pastaj për t'i përvetësuar edhe rolet tjera, sepse përderisa e ke luajtur atë rol që ka qenë aq i rënd, të tjerat pastaj mbase të kanë ardhur pak më lehtë
prandaj mund të ketë qenë një fillim i mirë apo? Patjetër, sidomos për vetbesimin e një aktorit ishte tepër e rëndësishme. Kështu që po, faleminderit Sibel. Sigurisht. Më thuaj pak se ne ju shohim në shfaqje, i shohim ato shfaqjet e bukura, i shohim ato filmat të cilat ju i nxirrni, por që ka shumë sakrifica të cilat aktorët i bëjnë gjatë kësaj periudhe. Ju mund të ndodhë që domethënë xhironi në orët e vona të natës, xhironi për orë të tëra. Më thuaj cila ka qenë sakrifica më e madhe që ke bërë për nga jeta personale për aktrimin? Çfarë është dashur të lësh, le të themi, ose çfarë është dashur, nuk di. Mendoj që gjithë sakrificën më të madhe e bajnë familja kur është në pyetje profesioni jon si aktor, sepse me të vërtet ka pasën bashkëshortja ime, ka pasën perioda në jetë kur nuk më ka parë për 2 muaj, sepse jam konë në Turqi, apo edhe kur kam qenë në Maqedoni, kam punuar 1 muaj për ditë, prej në 8 mëngjes dhe në 12 mëngjes, dhe në mbrëmje. Edhe ajo konë në për ditë, më thënë nuk ka pas pauzë. Besoj që sakrificën më të madhe e bajnë familja në këtë rast. Prezenca në familje. Nuk mund të jesh prezent nëse diçka më pozot keq ndodh. Ka shumë raste që aktorët janë konë në skenë, apo janë konë në një inqizim dikun jashtë shtetit, kur kanë hupën njerëzit shumë të rëndë të familjes, edhe nuk kanë mujtën të ndërprejnë ata, shkaku profesionalizmit, se është një farë unwritten rule të them, që nuk ndalët teatri, çka do që të ndodhe. Edhe po, mendoj se sakrificës realisht unë mund të them që ne si aktor jemi tepër të privilegjum që e bëjmë këtë profesion, so që shpëtojmë njerit apo ndryshojmë diçka aq të mëdha. Megjithatë, sjellni gjëra të bukura edhe për publikun që ka nevojë të shoh. Patjetër, po mendoj që sakrificën gjithë e bajnë njerëzit rreth neve. Kështu që e vërtet. Më vjen keq, po ashtu është. Po, në fakt më shumë sakrifikojnë familja në këtë rast se sa edhe ti vetë. Sigurisht edhe ti vetë, sepse ti don të jesh prezent nëse familjarët kanë diçka qoftë gëzim, qoftë edhe në rast të mërzie. Megjithatë, me vërtet është që familja sakrifikon pak më shumë. Ka pas ndonjë rol që e ke refuzuar, ose nëse jo, a ka ndonjë rol që ti do thoje që unë nuk e bëj këtë? Diçka që do ta kishin dhënë, edhe çfarë do të ishte ajo që do thojen asnjëherë nuk e bëj këtë? Ka pas tepër role që kam refuzu. Disa kanë qenë arsyet personale, nuk kam qenë gati të bëja ashtu një sen, sepse mendoja që mund të mboje dam për karierën time në të ardhmen, po ka edhe disa role që i kam refuzuar shkaku nuk mendoja që duhet të jem unë pjesë e asajna për ta shitur ashtu një farë ideologji të smut, apo nuk mendoj që duhet, nuk kam menduar që duhet jetë pjesa e jetës sociokulturore. Kështu që kam qenë pak ma kështu, mendoj që kjo nuk duhet jetë, po selektiv, kjo ndoshta, kjo. Po ka qenë edhe, ka pas raste ku ka pas arsye për arsye familjare. Ka desh të jem prezent tjetër kënë, e tjetër. Sigurisht, këto prasaj hynë edhe të sakrificat, edhe kjo pjesa hynë edhe të sakrificat. Sepse mund të humbish një rol, nuk e merr një rol, për shkak se don që t'jesh dikund me familjen. Pra, je selektiv në role, nëse ke një bindje tënde që të jepet një rol që duhet të shfaqesh, siç the, edhe një ideologji, nëse ti në bindjet e tua je kundër asaj ideologjie që do shfaqe aty, nuk e kishe pranuar, apo? Po, edhe pse zakonisht kjo mendoj në pratik është e komentojnë si sendi keq, sepse se mund të humbësh në një rol të shumë të rëndësishëm, apo jo? Jo me hup rolin, po thjesht për ty ajo është puna jote, duhet të bëjsh atë rol nëse të ka ofruar, po mendoj që personalisht, krejtë sikur një entitet, unë kam drejtë të zgjedhje nëse s'duhet diçka. Sigurisht. Unë t'jem pjesa asaj, apo t'jem unë e zëri, apo ftyra e një sendit që është e smundur, apo për përditshmërinë. Diçka nuk pajtohu më. Ndonjëherë është edhe mirë të jesh selektiv, sepse nuk mund të jesh edhe çdo kund. Ndoshta ndonjëherë nuk të shkon edhe për çdo gjë, për ta bërë çdo gjë, kështu që besoj që ka edhe anët pozitive kjo e të qenurit selektiv. Duke qenë se afrohemi nga fundi, Hakan, më thuaj pak
cilat janë planet e tua për të ardhmen, ku do të shohim, a do të shohim ende në Maqedoni, sigurisht do vazhdosh me teatrin turk, po nga që ke pas lëvizje sigurisht edhe në Turqi e synon edhe tregun atje, sepse po i shohim që këto aktorët turk bëhen shumë të famshëm. Është një treg që po ecë shumë përpara në fakt, ka përparuar shumë edhe atje. Kështu që ku e sheh më shumë veten dhe nëse bëhesh aq i famshëm, a do na vish sërish në emision apo jo? Hakani para 2 viteve kishte pas shumë shpresë të jetë shumë i famshëm në pjesat e tjera jashtë Maqedonisë. Por tash është plani jam për të ardhmen është thjesht veç të mujt të marr kohë për veten. Të mujt të jem më kreativ. Të marr një pjesë kur nuk do të punoj, sepse pak jemi bërë shumë si një fabrikë, po bëjmë çdo 2 muaj po bëjmë një shfaqje dhe mendoj që nuk jemi aq kreativ sepse është institucionale edhe thjesht duhemi me kap një deadline apo tjetër. Sigurisht që do ta vazhdoj me këtë tempo, nuk dua të ndryshoj asgjë, por kisha pas dëshirë më tepër unë të baj sakrifica, vend njerëzit që bajnë ose kam bërë për mua deri tash, deri tani. Pra do mundohesh ta ndryshosh edhe këtë pjesën e sakrificave apo? Mendoj që është koha. Është koha. Po hajde e shohim. Hajde po do të jem pjesë edhe nëse bëhem shumë i famshëm. Ta dish, mbaje mend se kjo mbetet në sirtar, mbetet në YouTube, gjithandej do jetë, kështu që mbaje fjalën. Patjetër, nëse të refuzoj në herë lutem dërgoje, edhe publikoje. Po, po ta them këtë se unë besoj shumë që ti do arrish majat dhe do arrish edhe famën veç më e ke, po famën ndërkombëtare sigurisht. Kështu që prandaj po e them që le të mbetet kjo këtu që kur të ftoj të vish. Faleminderit shumë që ishe pjesë, faleminderit shumë që ndave nga rrugtimi yt, ka qenë një bisedë shumë e këndshme, ishte shumë kënaqësi për mua. Gjithashtu shumë faleminderit për ftesën, ishte edhe për mua kënaqësi e madhe. Faleminderit. Faleminderit.